Opinion nga Afrim Kasolli. Që kur filluan të qarkullojnë në opinion skenarët për një koalicion të mundshëm ndërmjet lëvizjesve të vendosje dhe Partisë Nisma për Kosovën, janë përmendur lloj-lloj pretendimesh që do të bënin të mundur një bashkëqeverisje të tillë. E para ishte rezultati zgjedhor që dëshmoi se lëvizja vetëvendosje nuk ja kishte dalur të fitonte 500.000 zemrat, siç kishte aspiruar Albin Kurti. Prandaj sigurimi i pushtetit tash nuk mund të bëhej pa koalicion me njërin prej partive të ish regjimit të vjetër ose me listën serbe. Albin Kurti kishte premtuar se do ta çlironte shtetin nga këto dy tabore politike, mirëpo në rrethanat e reja ndërmjet të riafrimit me një parti të drejtuar nga një ish udhëheqës i luftës dhe asaj me listën serbe, pa dyshim se opsioni i parë do të ishte më i pranuari, si nga shoqëria ashtu edhe nga militantët e partisë së tij. Madje edhe qarqet e afërta me liderin e vetëvendosjes filluan ta justifikojnë këtë opsion politik. Deklarimet e liderit të Nismës për Kosovën se është i gatshëm të ulet në tavolinë me çdo lider politik në funksion të zhbllokimit të formimit të institucioneve filluan të kualifikohen si ato të një burgshtetashi. Në këtë kontekst është përmendur fakti se Fatmir Limaj e ka kushtëzuar Albin Kurtin me pozitën e kryeparlamentarit si parakusht për bashkëqeverisjen. Me këtë, i pari dhe do të ruante pozitën e deputetit, si dhe do të fitonte njëra nga pozitat e rëndësishme shtetërore, madje edhe pas takimit konsultativ në mes të subjekteve politike për përgatitjen e seancës konstitutive, ish kryeparlamentari Glauko Njufca kishte deklaruar se partia e tij nuk ka një emër për pozitën që ai e kishte mbajtur për një mandat, sepse ajo mund të shndërrohej në temë të pazareve politike për formimin e qeverisë së drejtuar nga Albin Kurti. Mirëpo, nominimi i befasishëm dhe i papritur i Albulena Axhiut për këtë pozitë tregon se Albin Kurti ka hezitim për një zgjidhje të tillë. Janë përmendur disa arsye sepse i pari nuk ka vullnet për ta votuar Fatmir Limajin si drejtuesin e ri të Parlamentit të Kosovës. Fillimisht u potencua fakti se në rast të dështimit për të gjetur zgjidhjen politike për presidentin e vendit, pasi në fillim të vitit të ardhshëm Vjosa Osmani diskadon mandati, përsëri vendi do të shkonte në zgjedhje të jashtëzakonshme dhe me këtë rast me automatizëm Fatmir Limaj do të shndërrohej në ushtrues detyre të këtij institucioni dhe si i tillë ai ka pak jo kompetenca. Argument ky që sipas gjykimit tim ka qenë bindës, po ashtu janë përmendur edhe asmëritë e vjetra që këta lider kanë ndërmjet vetes, por përktej këtyre shkaqeve që mund ta pamundsojnë këtë bashkëpunim mes tyre, ekziston edhe një arsye tjetër më e madhe dhe ajo është ndërkombëtare, e cila ndikon që Albin Kurti të mos pajtohet me këtë kusht të Fatmir Limajit. Të gjithë kemi pasur rastin ta lexojmë një intervistë të deputetit të Bundestagut gjerman, Josip Juratovic, kur pohon se e ka përkrahur Albin Kurtin edhe për arsye se ky i fundit ja kishte premtuar atij se do të angazhohej kundër koalicionit të luftës. Pra, ai e ka obligim të mos i pushtetizojë njerëz që i takojnë kësaj trashëgimie dhe Fatmir Limaj është një nga ikonat e saj. Madje se lideri i vetëvendosjes i qëndron besnik këtij zotimi, kemi pasur rastin ta shohim edhe gjatë zgjedhjeve të fundit parlamentare në Maqedoninë e Veriut, ku ai u pozicionua në mënyrë kategorike kundër Ali Ahmetit, po ashtu një figurë tjetër kjo e luftës çlirimtare që i humbi zgjedhjet përballë koalicionit vlen. Albin Kurti do të tundohej dhe ta anashkalonte këtë detyrim në rrethana të tjera, por tashmë me një administratë amerikane jo miqësore ndaj tij, ai është i vetëdijshëm se nuk ka asnjë shans tjetër të rikthehet në skenën e politikës ndërkombëtare, të paktën në nivelin evropian pa mbështetjen e Gjermanisë. Në këtë rast Republika e Turqisë mund t'i ofrojë pak ndihmë, Ankaraja mund të jetë edhe e dobishme sa i përket mbështetjes ndërkombëtare për Kosovën në shtete si Siria dhe Sudani, por jo sa i përket procesit të politikës evropiane. Kështu Kurti është i vetëdijshëm se duke fituar një pushtet të brisht nga brenda me anë të plotësimit të kushteve për Fatmir Limajin, ai do t'i trajtonte zotimet e tij për ndërkombëtarët. Nuk është as e rastësishme që të vetmen parti që e ka ftuar publikisht për takim konsultativ ishte Lidhja Demokratike e Kosovës. Kjo edhe është arsyeja pse Albin Kurti nuk mund të pajtohet me faktin se në krye të njërës prej pozitave më të rëndësishme shtetërore duhet të jetë një personalitet që ka origjin politike nga lufta.